Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Sot kam nderin, kënaqësinë dhe lavdim për gjithë shqiptarët, për një nga njerëzit që nuk ka nevojë që të shpjegohet, komentohet dhe tregohet se çka ka bërë për Shqipërinë dhe një nga njerëzit më besnik të Amerikës dhe duke lidhur edhe me profesionin e tij si avokat dhe një nga ato që mbajnë pishtarin e drejtësisë që her pas here në media mundohet që t'japi atë se çka është fryma më e mirë dhe nga njerëzit që ka ndërtuar dhe atë se çka sot ne bashkëtojmë dhe jemi në, le të themi, në udhën e drejtë dhe mundohemi që të jemi në ato binarët e ligjit, siç është edhe vetë Shqipëria. Zotin avokat Spartak Ngjera, të përshëndes, të falenderoj shumë për kohën. Hajde, fillojmë tani, më na vononi. Si keni qenë, më shëndet? Mirë. Pranvera, me këto çeljet e luleve, pemët, gjallëria, ngjyrat. Ndikojnë tek ju apo s'ka lidhje fare? Pa të ndikojnë të çdo njeri, si s'do ka. Jepi, vazhdo.